Të ndërgjegjësimi i njerëzve që drejtojnë mjetet. Që në momentin e parë që ti merr një leje drejtimi, minimalisht ke marrë mësimet e para se çfarë duhet të dish në mjet. Janë ca gjëra që duhet të dish. Dhe një nga gjërat që duhet të dish, se do vetet e gomat që është pjesa kryesore, po unë po filloj nga fshishtet e xhamave, të cilat në kohë të tillë janë të domosdoshme dhe nëse ne nuk kujdesemi për to, për gjendjen e tyre, sepse ato gjatë kohës së verës thahen, dhe si të tilla nuk arrin do të kryejnë funksionin që duhet, pra që nga kjo e para, që nga ruajtja e sistemit ngroje ftojes për atë xhamin e parë dhe xhamin e pasëm, jam i sigurt, nëse ju pyesni në rrugë, 80% e drejtuesve të mjeteve nuk i dinë se ku thahet xhami i pasëm, ku thahet xhami i parë. 80 është shumë, po të lutem, bën vaki gjysma. Të lutem, kur them 80, unë t'i them me bindje, sidomos të rinj, se nuk e marrin këtë informacion fare. Dhe vemi te gjëja kryesore. Gomat janë për mua, kur ecën mjeti, janë 80% e mjetit. Dhe këtë i jap me garanci të plot në çdo lloj situate, në dimër dhe në verë. Në çdo lloj situate ku je, sepse mund ndodhin fenomene të ndryshme. Gomat e dimrit kanë specifikat e tyre, gomat e verës kanë specifikat e tyre, dhe ai kontrolli që duhet bëj vetë drejtuesi mjetit, është detyrim. Ti duhet i kontrollosh njëherë për gjendjen tënde. Sepse goma është ajo që ti ecën, janë si këpucët. Në qoftë se prishen ti nuk ecën dot më, të dëmtojnë këmbët. Pra, me goma të cilat njerëzit i mbajnë pafundësisht, nuk kanë iden se sa duhen mbajtur gomat, ka rregulla mo. Sipas cilësisë së gomës, se do vetet e një pjesë që kam shumë merak, sipas cilësisë së gomës, sa kilometra duhet mbahen. Si duhet përdoren. Unë jam për shembull totalisht kundër atyre ndrot para të çot mbrasmet. Janë si idiotizma shqiptare që kanë dalë. Dhe problemi më i madh, sepse është tamam ajo ku ju jeni, çfarë gomash vinë në Shqipëri. Është një problem i jashtëzakonshëm. Për të rejat apo për përdorurat? Për të rejat. Të përdorurat nuk duhet të ekzistojnë fare. Të përdorurat nuk duhet të ekzistojnë për mua. Sepse nuk dim ku janë përdorur, sa janë përdorur, për çfarë lloj mjeti. Goma është një element i cili dhe në sipërfaqen e saj është i vetmi element i automjetit që ka mbi 200 shkrime. Dhe secila nga ato gërma ka rolin e vet. Ti vet mund ta shikosh e çfarë viti, e çfarë muaji kur është prodhuar, pra të mos bie si peshk se kur e merr. Të vesh të shikosh që duhet dimri se unë qarkulloj në këtë. Dhe pastaj pjesa e zinxhirëve është kryesisht për ata. Është opsionale, po duhet të kesh me vete. Është mirë që ti kesh. Ka disa lloje tani, nuk është thjesht zinxhirat. Kanë dalë ato geta që themon. Pikërisht pra sepse zinxhirat ju prishin punën e këtyre. Se zinxhirat e dëmtojnë asfaltin në një farfeje dhe sidomos. Me zinxhira nuk ecet në asfalt. O do të kesh verbora akull ose ka mjet antirrëshqitse domethënë të prodhuar kohët e fundit që ka bërë teknologjia ndërgjegjësimi i drejtuesve të mjeteve që në momentin që ti do marrësh përsipër të shkosh në një zonë ku parashikohen rreshje, parashikohet ngritje, ti duhet marrësh masat. Dhe masat fillojnë thashë një herë që nga kompletimi, unë edhe në ndërgjegje. A je i aftë për të ecur në borë? Dhe me shumë të drejtë, inxhinieri Ariana e tha, me shumë të drejtë, na bllokohet rruga për pa aftësi, se nuk din të ecin. Dikur, dhe unë kam pas mangësi, sepse si ishin të mësuar, unë vi nga një zonë që s'njihet nuk bora fare. Por ama, për shembull në vendet perëndimore funksionojnë shkolla private, mbasi ke marrë lejen e drejtimit, që të vesh të mësohesh për të ecur në këto fenomene atmosferike. Unë kam edhe Facebookun tim para 3-4 vjetësh, një qendër e mrekullueshme në Vjenë, që shkonin njerëz kastile, të mësoheshin si ecet në lagështi. Do më imagjino duke ecur ti ashtu, të vjen një sasi e madhe ujë, çfarë bën makina, si vepron etj. Dhe si duhet të jesh ti i gatshëm për atë. Pastaj talëm për më vonë të famshin aquaplaning, ta themi për më vonë. Këtë gjë që thotë inxhinieri, ne po e bëjmë tashmë në Akademinë e Sigurisë, duke kemi marrë një poligon dhe të gjithë punonjësit e policisë, të cilët zotrojnë një mjet motorik policor, pra ato mësojnë teknika, duke filluar që te mënyra, domethënë se si duhet të eci, si duhet dali, si duhet të shkojnë në ndjekje, si duhet veprojnë në një shoqërim me eskortim delegacioni, si duhet të shoqërojë një ambulancë e cila mund të ketë smur. Pra, detyrat të gjitha, edhe të aquaplanti, pra të shiellësi që e kemi improvizuar duke bërë rëshqitet, pra, duke bërë se si reagon
drejtuesi i mjetit edhe mjeti në... Si duhet të reagojë në situatat të tilla? Si reagon në situatat të tilla? Ne këtë gjë tashmë po e bëjmë me punojësit tanë dhe kemi akoma punë për të bërë, po jemi goxha mirë. Po, dakor, vetëm se është pjesa e vetëm e policisë, po masa e gjerë e njerëzve, sidomos për periudha të caktuara, kur njerëzit nga Durrësi, nga Tirana, nga Firi, duan shkojnë zona malore, që ata borën mund ta kenë pa vetëm televizor.